është e pamundur të shmangesh incidenteve të tjera. Është literalisht e pamundur. Se edhe nuk na arrihet, nuk kemi atë gjë brenda, kështu që nuk i durojnë dot këto lloj gjëra. Po mendoj që unë si onkolog i vetë shpallur, onkolog social kjo është, kam një ide se si mund të trajtojmë edhe mbase edhe të kurojmë këtë kancerin, që është kanceri më i vështirë nga të gjithë. Për mos t'i hequr kuptimin dhe vështirësinë atyre të tjerëve, kanceri më i vështirë nga të gjithë, ai shoqërori. Edhe do të bëjmë sot pak onkologji sociale. Vetmja mënyrë që këto të ashtu quajtura petalet e trëndafilit të Partisë Socialiste, që është kanceri më i madh nga të gjithë normalisht, e vetmja mënyrë që këto qeliza kanceri të zhduken një herë e përgjithmonë nga shoqëria është që ato të tregohen gjatë gjithë kohës me gisht, të identifikohen, të bullizohen, të trajtohen keq, të shahen me libër shtëpie, çaj mban nga fillimi në fund. Sepse çdo gjë tjetër është provuar dhe ky nuk është një ftoht social, kjo nuk është anemi sociale, ky është kancer social. Jo vetëm unë, po me mira persona të tjerë kanë provuar që ti thrasin mendjes këta persona, kanë bërë materiale nga më të ndryshme, reportazhe, ore kanë bërë video, kanë shkruar artikuj nga më të mëdhenj, kanë bërë çdo lloj gjëje të mundshme që unë bashkëmoshatarët e mi dhe çdo njeri tjetër të arrijë të kuptojë realitetin se ku gjendet pjesa më e madhe e shoqërisë shqiptare. Janë munduar gjatë gjithë kohës në mënyrë sa më objektive, pa i rënë askujt në qafë, të tregojnë të gjitha të zezat se çfarë një njeri normal në Shqipëri kalon dita ditës. Të gjithë njihemi me problemet e Shqipërisë. Sistemi shëndetësor, ekonomia për tokë, kriminal pafund, korrupsion, 101 milion xhambazllë që i veten mendja këtyre. Dhe në këtë ditë që ne jetojmë, në këtë realitet me këtë teknologji kaq të fuqishme ku çdo e vërtetë është një klik larg, mjafton që ti të kesh dëshirë të dish të vërtetën dhe të kërkosh për të. Ne vazhdojmë të kemi akoma kancer shoqëror. Është e papranueshme që një fis predh të dali edhe të drejtohet një sallë të tërë, pavarësisht se ata janë gjithë kancerat që janë ata në atë sallë, nuk e di, shpresoj të shohja i lartë një ditë, se unë nuk kam çaj bëj, as nuk kam se si gjykoj. Po rinia more, ardhmja, e kupton, drejtohet me të shoqe dhe shok. A e kupton ku jemi? Vin 2024. Ore kjo, domethënë, është tragjikomedi. Ore nuk qajmë dot rëse, aq për të qeshur është, aq patetike. Ore na vjen turp të themi që jemi shqiptar tani kur shikojmë këto lloj rinie. Unë kam një mik, ai quhet Andi. Ai është gazetar. Para një vit ja 2 vitesh kur ishte hera e fundit që Rama hapi podcastin dhe mori atë atleten që thoshte Shqipëria është shumë mire, kemi bërë këto gjëra e tjera, Andi thoshte, "Plon, mire keti domethënë që këto janë vemi edhe nuk e di për fonde, për gjëra e kanë dalë përpara atje, po nuk ja vlen të merremi me këto sepse ai që është lart, ai mortja kryesore, Voldemortja, i vë Kastile këta, i vë aty përpara që t'i përdori si mburoj. Dhe nuk merret me njerëzit me Ramën, po merret me ta personat. Dhe shumë të drejtë ka, edhe falenderoj për ato fjalë që më ka thënë. Por është e vetmja mënyrë që shoh unë si njeri i thjesht, i heqim atij kancerit sipër mburojën, është që t'ia godasin çdo lloj mburoje që ai përdor. Që mos të ketë më njeri bole apo këllqe të dalë edhe të bëj gjëra të tilla. Do të distancohemi komplet, do ta izolojmë kancerin. Dhe pastaj në mënyrë surgjikale, por si një kirurg ta presim larg trupit të shëndetshëm. E kupton? Është vetmja mënyrë të dashur miq. Njerëz si ai, ky trëndafili apo petalia, e kupton, duhen literalisht treguar në rrugë me gisht, e kupton? Kush ka qef dhe e di që nuk do i ndodhi gjë, bjerini. Tani më fal o Zot, po çat të them tani. Ku një njeri i tillë vendos pallaskat po si një kal karroce dhe nuk shikon asnjë gjë se çfarë ndodh vërdall, nuk arrin të ketë asnjë lloj empatie për të vuajtjet e gjithë secilit, për mizerimin ku gjendet çdo lloj individi, një rob i tillë, më fal o Zot, po nuk mund të tolerohen njerëz të tillë.
Kemi provuar, dalin në për emisione, flasin. E po bëjnë video, nuk marrin vesh prap. Po trego me fakte, hiç. Po denonco me video mungesë sigurinë punë, hiç. Po i thuare ore po mirë Allah, ti mund të jesh mirë, ke maman e babin në punë, po ne tjerë çfarë do ham, po hiç prap. E kupton? Me të mirë nuk bëhet. Kështu që e bëj me pa hir tash, se mos njëri tjetri melka do ma marr tha ajo. Kështu që nëse nuk bëhet the easy way, duhet të bëhet the hard way. Ke qenë në klasë me individin. Pavarësisht atëre mund ta kenë nxirr jetën, po del sot edhe të thotë që të gjitha këto hallet që ti po i kalon tani, e kupton? Nuk janë të vërteta. Të gjitha këto hallet që ti ke janë kot, e kupton, sepse ky thotë që Shqipëria është vend perfekt dhe nuk ka asnjë lloj problemi dhe ne duhet të luftojmë dhe të fitojmë, sepse kështu fitohet. Shoqe dhe shok, ë? Të Partisë Socialiste. Ju të tjerët jeni komplet domethënë të ikur. Tani qofse dikush që dëgjon këtë ka pasur në klasë, nuk e di pse se keni bullizuar më shumë, që mos të vinte mendja asnjëherë të bëhet gjëra të tilla. E kupton? Por nuk është asnjëherë vonë. Të tillë persona meritojnë goditjen më të rëndë. Edhe nuk ka goditje më të rëndë, as vdekja nuk ka asnjë gjë. Një gjë ka frikë njeriu më shumë nga të gjithë tjerët, dhe ajo është turpërimi publik. Një frika më e madhe e njerëzve është gjithmonë turpërimi publik. Dhe këta individ e meritojnë sepse janë kancer i shoqërisë shqiptare. Të dashur miq të Buçi Podcast, por çdo person që mund të jetë duke dëgjuar këtë video tani. Zonja dhe zotrinj, jemi në një moment tejet deciziv. Do të arrijmë të kuptojmë që ne, në qoftë se ja dorëzojmë jo vetëm diskursin publik, por dhe të ardhmen individëve si ky, ja dorëzojmë postet, ja dorëzojmë mënyrën se si bëhen zgjedhjet, patronazhimin, mënyrën e mendimit, do vdesim, do shuhemi, nuk do ketë më, sepse çfarëdo lloje retorike partijake moniste ata të përdorin, Shqipëria do shuhet, sepse më shumë do të largohen, më pak do të pjellin, dhe ne do përfundojmë në një vend me 1/2 milioni banor, shërbëtor të pasanikëve të huaj, vetëm për të mbajtur gjallë agroturizmet edhe Bregdetin. Çdo njeri tjetër është i lirë të hajë mut ose të zhduket nga Shqipëria sepse nuk i përket më juve. Kjo po ndodh. E pranoni ose juve nuk e pranoni, kjo është duke ndodhur për momentin. Prandaj, në qoftë se ju mendoni që Buçi po ja fut trapit kot kur thot bullizojnë dhe të tregojnë me gisht, thjesht mendo sikur të jesh shumë i kualifikuar për një punë, që ai tipi nuk është i kualifikuar, por ai do ta marrë punën sepse ai lëpihet bythësh. Edhe më besoni, nuk është asnjë gjë kjo që po sugjeroj unë në krahasim me çfarë dëmi mund të shkaktojnë vëmje kanceroze të tilla. Nëse ju duhen vetëm llafe, keni gabim. Çdo gjë fillon nga llafet, miq. Këta individ kanë aftësi dhe urinë për të lëpirë byth aq të madhe sa mund të shkatrojnë gjenerata të tëra. Mund ta marrin ty punën, ta shkatrojnë ty jetën me fis, me familje, çka ke të gjitha, edhe ta bëjnë aq të vështirë edhe për fëmijën tënd. Kështu që nëse je duke menduar për momentin që plakun jam rregull, nuk më intereson gjë, e gabim miku im. E gabim miku im, në fund, sa bukur, o zoti i madh, sa bukur do ishte nëse gjërat do funksiononin ashtu që gjithë secilin punë vetë dhe nuk kishim asnjë lloj problemi. Por këta parazit të futen në lëkurë edhe të pinë gjakun deri në momentin e fundit ku nuk mban më, edhe ti largohesh, del nga kjo xhungël. Pyetja është, do e lëm punën të vej deri atje? Apo kjo betet tek ne. Buçi Podcast.